Pika e përbashkët kufitare Blac Hani Elezit, e cila ishte planifikuar të niste funksionimin ditën e sotme, është prolonguar sërish. Nga Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se funksionimi i saj do të fillojë më 14 prill. Ky hap paraqet realizim konkret të bashkëpunimit dyparis ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës, me qëllim lehtësimin e lëvizjes së ndërkufitare, uljen e kohës së pritjes dhe rritjen e efikasitetit të kontrolleve kufitare. Nga Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup ka njoftuar se prolongimi është bërë me qëllim të përgatitjeve finale teknike dhe logjistike të ekipeve punuese. Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup informon opinionin publik se regjimi i ri kufitar në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut do të operacionalizohet në mesin e muajit prill 2025. Prolongimi disa ditor është bërë me qëllim të përgatitjeve finale teknike e logjistike të ekipeve të cilët janë duke punuar intensivisht në zbatimin e kësaj marrëveshje të rëndësishme ndërshtetërore. Ata rikujtojnë se regjimi i ri kufitar do të jetë sipas modelit hyrje-hyrje, ku kontrollet do të realizohen vetëm në hyrje nga policia respektive e shtetit, kurse policët do të punojnë në një objekt të përbashkët. Zbatimi i saj do të jetësohet paralelisht në pikat kufitare Hani Elezit Blac dhe Globoqici Azhinc. Ky model pritet që të zvogloj pritjet dhe është në funksion të lehtësimit të qarkullimit të qytetarëve të dy shteteve, të cilët qarkullojnë çdo herë më shumë në dy drejtimet, thuhet në komunikatën e tyre.